Rall ndodh që një ndeshje futbolli të grejë në këmbë një qytet të tërë. Një gjë e tillë ka ndodhur të dielën pas dite në Puk, ku skuadra vendase e Tërbunit ka fituar 2-0 ndaj Alpetrolit, në një ndeshje që vendos jo pak për skuadrën që do të ngjitet në kategorinë e parë sezonin e ardhshëm. Për të ndjekur ndeshjen në stadium, kanë qenë të paktën 6.000 tifozë, një numër që mund të krahasohet vetëm me derbin e kryeqytetit mes Tiranës dhe Partizanit. Vlerësimi i ndeshjes ishte në kufirin maksimal dhe nga federata, që pasi pa të kërkuar korrektësi nga të dyja klubet, ka dërguar atje gjyqtarin ndërkombëtar Sokol Jareci. Në fund, triumfi u ka atakuar Kukjanëve, që kanë realizuar 2 herë në pjesën e parë me Cekajn dhe Hajdarin. Pas ndeshja është shoqëruar me një festë në të gjithë qytetin, ku tifozët ndërojnë që ta shohin skuadrën e tyre në kategorinë e parë.